Hoxhë, gjeneratat e para të muslimanëve, selefi, si e kanë ruajtur sinqeritetin në namaz, në lëmosh, në agjerim, etj. Do t'i përmend disa raste. Rubej ibn Khuthajm është një prej gjeneratave të arta. Thuhet për ta, më asë njëherë, asë kush nuk e ka pa të falë namaz nafile në xhami. Edhe ka thënë, si kur të kem mundësi të falin do një namaz vullnetar, se namazi i obliguar, si që tha më herët, falet në xhami me xhamat edhe rreshtojmë në safe edhe se cilë e shet tjetrin. Epse në të kohë ndoshta s'ka pas kësi ndryqimi sikur se e kemi sot edhe ndoshta edhe nuk i kanë ditë njerëzit që i kanë afër vetvetes e tyre. Por thot, sikur kisha pas mundësi që namazet vullnetare mos me i falë, që mos më shef as kush, do të kisha vepruar ashtu. Kjo sot neve ndoshta na duket mission impossible, diçka e pamundshme. Por vetë kjo ndjenja e tij që ai ta fsheh veprën e tij të mirë, që të mos rrezikohet në jetën e tij, është një qëllim fisnik që ne duhet ta rikthejmë në jetë në këto kohra kur jetojmë. Në këto kohra kur jetojmë, edhe njeriu duhet me eduku vetveten, me mshef veprat e mira, e jo me mshef gabimet, pse ndoshta është një thënie njëri prej ashabëve thotë, unë kam jetuar me njerëz apo i kam arritur njerëzit që i fshihnin veprat e tyre të mira ashtu si ju i fshehni mëkatet. Se njëri nuk ka qef që ta shoh dikush që ka bërë ndonjë mëkat, sepse sot, siç e tham, jemi në një kohë ku njerëzit i publikojnë mëkatet. Edhe për këto ka një rrezik shumë të madh, se thot Muhamedi sallallahu kretë umeti im është i falur, përveç atyre që publikisht i bëjnë gjunahet. Kush janë publikisht ata që bëjnë? E bën gjunajn në akşam natën, edhe thot sabah zgjohet, shka kumbo, ju se dini. Edhe ka dhënë mëkatin që e ka bë. Ose bën mëkatin gjatë ditës edhe natën lavdërohet para tjerëve se unë sot që kam bërë këtë gjuna. Këta njerëz në adhurim, do më thonë në namazin, janë munduar që ta fshehin namazin e tyre dhe të bëhet namazin e tyre vetëm për hir të Allahut subhanahu. E përmend edhe çështjen e sadakas. Në Medinë ka jetuar nipi apo stërnipi pejgamberit sa Ali ibn Hussein Zainul Abidin. Kur ka vdekaj, disa njerëz për një herë janë ballafaqur me një situatë të re. Gjatë jetës, kur ka qenë gjallë Ali ibn Husseini Zainul Abidini, dikush çdo natë ka ardhur apo ndonjë prej netëve, ju ka ardhur dhe ju ka sjellë ushqim tek dera e shtëpisë. Edhe është largu. Pa e marrë vesh kurkush. Edhe thot, kur vdiq ai, u ndërprej kjo vepër që e ka bë. Ali ibn Hussein. Dhe kur e kanë la xhenazën e tij, kanë gjetë në shpinën e tij shenja të dikujt që ka bartë diçka në shpinën e tij. Domethënë, çdo i kanë rënë ki ka qenë. Edhe ky njeri ka pas mundësi sikur se bëjnë disa vepër mirë. Ne nuk themi se ato bëjnë qartë. Me shpaq reklamat e senso. Po shikoni, e kam shef edhe kur ka vdek është marrë vesh. A nuk është vlera e kësaj sadaka e shumë, se kjo ja kthen edhe shpresën njerëzve. E kthen shpresën tek njerëzit. Sot njerëzit, sikur se thënë, këtë njerëzit janë pri, s'ka më njeri të hajrit. S'ka njeri të hajrit. Nëse ka kësi njerëz që akoma ndihmojnë, alhamdulillah, e bëjnë këtë në këtë formë, nuk kërkojnë as lavdata, as reklama, as falenderim, as kur gjë tjetër. Kjo e ngjall tek njerëzit atë ndjenjë se me të vërtetë alhamdulillah ka akoma njerëz të mirë, akoma njerëz fetar. Këta njerëz sot ka nevojë të shfaqen në mesin tonë, apo së paku të mundohemi të ndjekim gjeneratat e parë. Ky është se përket sadaka, se përket agjerimit, ka dy rivajete të personit që 40 vite ka agjeruar,
Dërsa për agjerimin e tij nuk e ka ditë familja e tij. Njëri prej tyre ka punu sikur tregtar, në mëngjes ka dalë, e ka marrë ushqimin me veti për ushqimin e drekës, edhe udhës e ka dhënë sadakat dikujt, edhe kur është kthyer natën e ka hangër darkën, ai ka pas niyetin e iftarit, po Ato kanë kujtu si darkë. a ka edhe rivaje tjetër për një person tjetër që 20 vjet ka agjeruar dhe për agjerimin e tij nuk ka ditë familja e tij. Ne do të mendojmë diçka është e pamundshme sot. Unë tregoj rast që e kam përjetu vetë. Personi ishte duke agjeru, ne nuk e dinim se agjeronte, se ashtu sjellja e tij ishte se që vetëm kur ulem me hangër, darkën e kupton se ai agjeron. Na e pregaditi darkën, ishim 5-6 veta, e shtroj sofrën, edhe unë me neve edhe bëj që disa gjeste për me më shef atë çështjen e agjerimit, por më në fund disi e zbulum, ne? Edhe dul në shesh që ajo është, do thënë sinqeritetin, këto vepra. Dhe më thonë, e ka po veç për Allah. E ka vetëm për hir të Allahut.